Десетици лица кои работеле во земјите од Блискиот Исток протестираа пред управата за јавни приходи во Тетово, барајќи поништување на одлуката за плаќање данок. Тие тврдат дека престојувале надвор од државата повеќе од 6 месеци, што ги ослободува од данок бидејќи стануваат даночни нерезиденти. Shumë prej tyre kanë qëndruar jashtë vendit mbi 183 ditë dhe sipas ligjit për tatimin personal duhet të trajtohen si jo rezident tatimor. Ky status nuk na njihet nga Drejtoria e Ardhurave Publike. Dëshmit për qëndrim dhe punë jashtë shtetit nuk merren plotësisht parasysh nga punonjësitë e drejtorisë, kërkohet edhe formalizimi i largimit nga vendi dhe në disa raste dokument për tatime në vende me konflikte, gjë që shpesh është e pamundur të merret nga ne qytetarët. Ne nuk jemi kundër tatimeve, por kundërshtojmë ngarkesën e padrejtë dhe retroaktive. Dhe 5 vite mbrapa nuk është drejtësi. Kërkojmë siguri ligjore. Граѓаните изразија револт кон одлуката на владата, наведувајќи дека биле принудени да заминат на работа во земји со конфликти поради неможноста да најдат работа во сопствената држава. Ne shkuam atje për kujën e bukës, për ta mbajtur familjen, parët ja xhum këtu, tatimet i kemi paguajtur si nëpër shërbimet të ushqimores, kemi paguajtur edhe ndërtime edhe banesa kemi blejt. Domethënë parët janë derdh prapë në shtet. Domethënë kjo nuk është njerëzore dhe duhet shteti për këtë japë përgjigje që të na lirojnë nga këto taksa. Kjo është e palogjikshme. Na jemi krejt invalida prej punëve Irakit dhe Afganistanit. Kemi shkuar atje të rritim fëmijët, të ikim prej këtij shtetit, të largohemi se tash mas 10 viteve këto kërkojnë parët tona. Na i kemi harxuar dhe parët. I lutëm qeverisë tash marrën masa ta ndryshojnë këtë ligj se ky ligj është abnormal. Por jemi. Ne i drejtohemi Amerikës. Ç'tash për ça nuk ndëgjojmë mirë, ça nuk jemi të lodhët, jemi të shkatruar krejt. Na e dënojmë Amerikën, këta na dënojnë neve. Жителите најавија дека ќе продолжат со протестите и упатија повики до другите градови да им се придружат на оваа иницијатива. Вакви протести во изминатите денови имаше и во Куманово пред подрачната единица на УЈП.